lutemi që duat, ha? Lutemi. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Tingujt e Siklës Son ju ftojnë përpara ekranit për të ndjekur varieten e javës së 9 të ciklit Buzëqeshje në vite. Nga java në javë ne jemi munduar që të sjellim në ekranet tuaja aktorët më të mirë të humorit shqiptar. Dhe ne do të përpiqemi ta bëjmë këtë edhe sot, duke sjellë jo vetëm humorin shqiptar, por edhe këngët më të mira të zgjedhura nga fondi i artë i arkivit tonë. Do të fillojmë emisionin e sotëm me një material nga trupa e estradës së qytetit të Shkodrës, i cili titullohet Daja në spital. Për çfarë flet materiali? Le ta ndjekim bashkë. Ospital të mërë! Hajde më shpejt! Tu perfekt! Ava, sportini! Hajde më shpejt! Qa në shkjë? Doja! Qa pat kjo? Ka thuj qafen! Që kja? Kjarën e fundit parë, ka thuj qafen! Ashtë rëzvu mërzët! Po që rëzvu kjo? Pa ti shkru mërzët një shkru, e ka thire e gjeli! Po kush deshin i thamë shku ma zgjelit ti mëj? Ha? Po një mërzëtis, ashtë rëzvu, i ka ik trupi, ka ra prej balkonit kati tret! Kati tret? Pas ka anel shumë të masë të kati tret pas ka ra? Ne para prej kati 5, prej kati 6, hajt po qona edhe po mobilizona. To që një thyrje ka, po këta në thyrjet vogla, janë thyrjet kati tret. Po ku po i dim në kualifikimet e thyrje, vor, na kena për në spital pa më dhe pa gojmë. Jo më se me ne gojt e kini bodhjo. Po janë marrë pa doja! E të që me bon? Se qa? Ti me e bo hardiq! S'kena bo kur mon? Ti me e ka numër sot operacionit! Po du doktor. Po kena marrë doktorin mërzët! Po ju i pra marrë zoto, se se kina pru me martu! Vetë më në doktorit! Po doktorit? Po ti se mërë doktorit! Po, forë njerëzit! Oh, ta mosha, i kësta kap mjesin! Sa t'ke, po ka zënë ty që na gjenë, po me na vdek daja. U kuku për pa dhe gjallë kush i ban hëzbeton jetën. Pa lam na jenë spital, e 3 dit me qu me hangër, pa me të mje me të keq në dyshe. O shimet i qëtë shtetit shqiptar. Ma shifi hera gjallë. Ha? Gjallë, tu ke, ashe sa ti lëk barku. Po ashtë i vdeku një. Jo nuk ka vdek hala. Pa zëtën, pa sa moni ka obë këtu. Hajtë më shënkesin. Zëtni, ashtë zëtni doktor. Doktori? Zëtni doktor. Pak pa vdek mërë zëtni doktor. Mos më thëjsh një tjetër herë për gjanat vogla. Po qëfar të voglit mërë pa kjo e i malë? E stu ti. Shinjal. 100 herë të kam porosit mos më shqetësoni për gjërat vogla. E jeshtë kompetencën tuj detyra shtrimit, sepse zëtëri, doktori, është për të shtëtu jetë njerëzish. Po kjo qash kjo jetë bomallë është? Kjo më vdes, kjo i bërë të rabukur. Një kjo mërë më vdes. Shinjal. Tu kera dë thasë që men të krujet. A burra, merri për banjo. Po ja më të se të shpjegova herë. Ti dajën mërë zëtni, a që më salojnë zekmë. Daje, po spjegoju më i qartë mërë zëtni se është i qike dhe volë, kuptën? Volë? Po kjo shka mujtë me ra paradite për hëtër tuj mërë. Ojtë të shparë, ojtë të kena pru. Qikë një të ndjerin
Daja. Daja juj? Daja I burrit. Daja I burrit. Si ka ra ky daja I burrit? Arzu për së Arzu. Rekord ku? Prej kaloj! Kaldaja ka qenë me mazut apo çfarë kaloje? Doktor. Urdhë. Çfarë kalojt për gara nga ka ti tre më burr. Po ja shpjegoj infermierit e herë. Ja shpjegoj edhe herë, dy herë, edhe tre herë, që të him me një mendim të qartë, sepse një kjo morë zotëri nuk I kuptoni ju ca gjëra. Po patra ka rëndësi të madhe rëndja, se po patra me kokë ky daja, kemi të bëjmë me një frakturë të bazës krani. Ja për kahët nuk ka nevojë, doktor, se nuk I kere flok kur, shime. Nuk e kuptoni, nëse kush I del për zot. Unë, doktor, nuk ka asnjëri. Nipi, jam djali motës si ti. Nipi, nipi? Firm unë ve, doktor, për çat tjetë këtu. Jo, si dihet nipi, si duket nipi. Se duke mi shqetësum, he? Po vetëm morë, doktor, doj morë zot. Vllai Bobs morë për I nans më. I nons. Doktor, po një mic me sofër, doktor, edhe kry familjari ka shqetësim. Nëse është kjo, ju nuk po e kuptoni doktorin hiç. Doktori po thot më vllatrosh më veti si me lekë. Se a duhen shumë, ha? Shenon kartel ti daluk. Faleminderit, doktor. Hajde se po kapin dorë duket. Urnozuni doktor. Radiografi e kafkës frontale cop një. Cop një herë 500. Edhe doktori është bashkohor, flet vetëm me treja. Radiografi përsëri e kafkës, po këtë rau frontal dhe profil cop 2. Nga 500 ba 1000. Po. Radiografi e krahve dhe I mungon njëna kam ti? Me kam? I ka betë kamën trotuar ati tjetëra. Ja, doktor, shive. Atëherë vazhdon kartel ti daluk, radiografi e krahve dhe këmbëve 4 cop nga 4 cop nga 1000 ban 2. Se zotëri, janë një seri filmash për të la, janë një seri filmash për të pa, kuptar apo jo? Ç'po del ka I film me kocat dajstem tu. Me ngjyra bile. Ashtu dhe vazhdon kartel ti daluk, radiografinë e marume po. Analizë gjakut, analizë urinet, analizë feqet, mos ka plas doja në plancë, mos ka thëj doja në 1000 1.000 bukur fort në kompleksitet. Ka fillu me tuftof kam shkë. Po kam fillu me tuftof ky. Doktor, shkruni edhe ja 8 kile ftoj. Zotëri, ju lutem, mos ta krijoni komplikacione për ndërhyrje kirurgjikale. Doktor! Urdo. Ky nuk e don daje. Unë nuk e du daje. Kitën me myt daje. Ja marrë me myt, nuk I han daja, I han personeli. I han si han këta janë probleme që na takojnë, ju lutem, prandaj shënon kartel ti dalu. 300 lekë në ditë nga dita sotshme. Derisa desin daje do t'i paguni paret në dorë ju. Po. 400 lek 2 suruma, 50 lek lare qarqafash, 50 lek paslusja e lomës, 50 lek mate tensionit, pastaj futna, në dhe, në laq, në lomë, tulla, tia Bergman deri në brav deret. Po kjo s'me me bo shpitër e mërë. Në gjëma djali, nuk e kuptoni këtë punë, këto janë në kartelin e ti personale. Doktor, e harrova rojen. Nuk ka problem, roja hinder vogelsin argon vetë roja. Pa elle gjonem, soj shkaj fumi. Kaq për saj për këtë shtrimit zoj. Tani do të fillojmë operimin, me vonë mjekimin, shënon kartel ti daluk. Urnozët një, doktor. Operacion I kafkës, cop 1, kuptohet. 20.000 lek të reja. 200.000? A të nëmë shëdajnë? Operacion I toracit, cop 1. 10.000 lek të reja. 20.000? A të nëmë shëdajnë ju, mërë? Ulemi me poshtë. Më sur ma poshtë, doktor. Se? Ashtë I bom sëllet. Okej. Venosje e kockave daj shtrirje, pra dhe ngridhje. Me alqi të ardhën nga importi, kuptohet. 8.000 lek të reja. 18.000 alqi? Po. Po nësë done me pati numër. Posh syte e bovit pëll. Po këme pasken, në tonë e kujnë fishin pagu ka shumëtore. Mësë të shkuj kartelit dhe nuk, mësë të shkuj. Një minut. Se për mua është mëj mëllë se Anton Kin. E kujtë të japim ta lekna? Ne. Kujne? Personeli shërbimit. Shtetit, ha? Çfarë shtetit, mëj? Po spitali është I shtetit, më. Pa spitali është I shtetit, por ne jemi të vedit. Se është ekonomia e tregut. A do të më pështu dajën ju? Jo më kjo edhe në shtofë për e ju sa ta morin për sa kanë shku, ta pa t'ja put push gvedit. Po shkuj kartelën daluk. Mësë të shkuj, daluk, mësë të shkuj. Një minut se edhe vdekja është për shpinë tonë, mëj. Po ti hojtë marta logarisimi herë, I sholla na del mua lirë me dek. Që, kostumi I dek për I baka 30.000 lek. Po qa e 30.000 lek, pëj? 1.000 lek kulorë, ha? Mësë pa përbëll kulorën, mëj, se e kam bërë bëj ku. Qa dhe 1.000 lek prifti pa thona. Po pse prifti me qiljet, doja ka emrin myrto? Pa ti u habit ha e bur, 500 lek hapja vorit, 500 lek arka, pa I shkoka në gjithë sajt, 40.000 lek të vjetra. Po shka për I gamerin s'janë shumë? Nuk janë shumë, mëj, ja.
Si janë shumë sa? Janë shumë pra, ju tha me një. Myt një. Lutë, mos ta sjellni, kjo është makabër. Ne jemi human. Ne nuk vysim, ne shërojmë, ne riparojmë, shtoshim i qojmë kam. Ashtë ekonomia tregut, zoj. Mirë më rrë një desin veç. Shky kartelet daluk. Pas pa shkuj kartelet daluk, një minut, me se s'ke bon hesap të rëzjam, mëj. Lene mëj morja, lene turpi, lene mëj faqja zes, hajte dhe hetusia. Pas kalojnë ka slet të punë, mëj. Nëse nas shkodron puro, nëse nas tokë vorë është shkodër, du të me blej 4 metrë 4 orë vërë, ka 40.160.000 lek. Dere ka si da për dres 70 milion ja bën gjit, në i deputet për Tiranës tash pa vjen. Arkivoni 100.000 lek. O, zëti më, asja më i që lan, asja më i që mësë. Doktor, ma ullni pak. Ma ullni pak marë pak. Fasha shpjethin e nëndajës. Edhe mramja kena ullnjanit, as i lek se kena fitu. E, doktor? Shky kartelet. Ma se shky dalë, vene mardore në zamër, kë është mërtjo, pensionist, kë nuk është mërtjo, holding, vefa, shpk. Se të shti, ushimet për avion. Grofet për ja hapur me njerës të mi për të sutë babë. Të shafa pizhom për avion, ka O, që në punore për ja bëj me dutë. Zildi vol pantalona, mërë. Mos lëviz mërdoj, se të shmo që sohë është Mos doj aty, është të në shoqe. Mi gjeni i vol pantalona. Po të me shku mërë të bek. Po shkaj nërvorë vetë. Gjaj vorin e cufit, hop dhe hi, po punë. Pasha syte babit, a burri me të më fërë. Gjeografinë e emisionit tonë do ta pasurojmë dhe me humorin e bukur të dy qyteteve, Berati dhe Korça. Materiali i parë i takon si fillam muftarit apo cekjas që mi mësuar ta njohim dhe grupi i tij natyrisht dhe më pas Arben Dervishi dhe Zamira Kita në materialin e titulluar Shqiptaro Amerikan. Grupi Leveria për para ju. Të dashur spektator, grupi Lemeria ka lënam. Ka lënam në Shqipërinë e Veriut, në Shqipërinë e Mesme dhe në Shqipërinë e Jugut. Ka lënam dhe në diaspor. Të nderuar spektator, mbasi grupi Lemeria dha me sukses shfaqjen e parë, del përpara jush me disku numër 2 të artë. Edhe grupi Lemeria e filloi fushatën elektorale. Por komisioni i pastërtisë figurave, 2 nga pjesëtarët e grupit i nxori të shbirgjeruar. Kanë thirë Verën, më nëzori dhe mua. Vera e ka pas pseudonimin Pyka, kurse unë i penduari. Të nderuar spektator, ju kërkoj falje të gjithë dhe atyre që kam spionuar në atë kohë dhe do spionoj në të ardhmen. Po këte e kam bërë për interesat larta të dheut dhe për interesa të ngushta ekonomike. Për para jush të nderuar spektator, do të paraqesim 2 brigadat me këngë të realizmi socialist. Këndon Vita e Nastës, që është brigada Pararoje, dhe brigada e burave me Kozi. Për para jush, Vita e Nastës me këngën Hajde dalim në bostanet, sa në rritur patëgjanet. Hajde dalim nga bostanet e osho ke more, amahne dhe osho ke more. Sa janë rritur pak vigjanet e osho ke more, amahne dhe osho ke more. Brigade
goja vite nastës. E tani të nderuar spektatorë I përgjigjet brigata e burrave me kozin na kozarja. O po brigadieri Kastravecin more kurën zo. Çfarë Kastravecin tu saldo? Çfarë more? Po ne brigat perimore jemi. Këto gjëra rishime. Kastraveca, specka, domate. Na fani të nderuar spektatorë, është brigatë perimesh, po ne na falë se fshatar jemi ne. Nga fillimi? Nga. O po brigadieri Kastravecin more kurën zo. O kurën Iso. Po si anten televizori more si anten. Si anten E le sekretaria kure pa more uçudi. Po pavaditur, pa prashitur, more marshallah. O marshallah, sa kem karim. O po pavaditur, pa prashitur, more marshallah. O marshallah, sa kem karim. New York. I bukur po na lodhi. Ky është takimi I fundit me shqiptarët e Amerikës. Kemi kohë të shlodhemi. Mos harro se kemi rrugë shumë të gjatë për të bërë. Teori? Jo, po ti? Asu. Ky pas ka goxha restorant? Po me vërtet. Me siguri duhet jetë I pasur. Derisa paguan një zezak në derë. Po zezaku e flisë shumë I shqipen. Kjo tregon që gjua shqipe po pushton kontinentin. Wow. Ba, më bërë qefi shumë më bërë qefi që u takuam këtu dë New Yorkut, mua më kuanë me sur. Këtu dë Amerikë më të vrasin cur. Nga njerë më ngatrojnë me bazë barjamin e shpellajve, me barjam curri. Nga ju kemi juve që Nga Tirana. Bo, edhe ti nga Tirana ja, jo më unë po pyes shumë. Po bashkë kemi, është kolegu im ai. Ja, Rito, që do të thotë dë Shqipe? Të flasim për vendin të temë. Ose am. Nëse po kështu I themi në Shqipëri. Nese. Sa do të rrini këtu dë New Yorkut çupa? Se pas kanë harruar traditën e vendit tonë këta. Çuar I the djalit? Jo, po të them çuar I the djalkës. I them që miku në Shqipëri, pa ardhur mirë e pyesin sa do të rish. Dhe unë gëzojmë që këtë traditë e shohim në New York. Ja, traditën e vendit të temë e ruajmë me një gjelozi të jashtëzakonshme. Sepse është ai miz, ai malli I madh që kemi ne për vendin të temë. Hajdeni me mua, ju jeni të shkallmuar, Udhro? të shkalluar, të shkolluar, edhe lipset, ti dini fjalët e qiririt të Zotit Naimbet. Po se keni ne për shkollë. Keni dëgjuar ju për Naimbet? Keni dëgjuar Zotin e Sur. Kalo çupke? Po Kalo. Do t'u them diçka për Naim. Sa herë këtë qere këndoj këtë këngë, e këndoj me këmë për pjetë. Dhe gjoni tu, atë kamerën birë. Do shpirt kam dashurinë, thotë, dhe do trete për njerinë, thotë.
Me malë të të djekë mu shkrinë. Sotë? Dhe do digjen për njerëzinë. Sotë? Po edhe them. Brava, zoti Mesur, shumë keni kënduar. Ja, s'ka problem. Unë këtë këngë e kam kënduar mbi 2000. Po, sarë që mblidhen shqiptarët e Amerikës, unë këtë këngë ngrihem edhe them. Edhe mirë beqë e them. Unë me që... Këtu është foneja. Tamam. Në mbletë si ata zojtë e kloqkës si i thonë lafi. Po shumë bukur është këtu, mua më pëlqeu shumë restoranti, e pash dhe më pëlqeu. Ba, të pëlqeu me qupë? Po unë kam edhe një 7 restorante të tjene këtu dë New Yorku. A, pse është juaj ky? Po imi është, po unë kam dhe një tjetër dë Michigan. Kam dhe një restorant tjetër dë Wall Street. Ke dëgjuarë ti për shtetën e Wall Street? Po, e njojmë shumë mirë Amerikën edhe. Bile është dëshira e çdo shqiptari për të punuar këtu në Amerikë, edhe ne kemi shumë dëshirë të vim. Ku ke dëshirë të rish? Në Amerikë. Po ke bëthë ti të rish në Amerikë? Po vendin të temë, kuj do t'ja lesh ti, apo t'ja lem serbit? Ha? Ti qëpë ke qef të rish këtu në Amerikë? Më falë, zoti Mesur. Se unë kam dhe një restorant tjetër dë Detroit. Atje është një restorant model. Atje ka ngrënë bukë të tërë presidentët e Amerikës bile edhe vetë Mandela Mandela? Po, ka ngrënë bukë, mirë po unë lugën e ti e thema. Po ti pas ke pushtuar të Amerikën, zotë Rëzë? E pa quar të bajmë me qupa manë. Më falë, po sa kohë ke këtu në Amerikë? Këtu? Po unë këtu kam bi 60 vjetë. Po në Shqipëri ke qënë, gjatë kësaj kohë? No. No! E ke hapur kamerën bërë? Po, zoti Mesur. No! Po s'ka faj, është nëntorë lartë. Po, Shqipërinë e njo më mirë se ty edhe se do një tjetër. Po, vërtet është për mos qaj, se nuk ju bën mirë për moshën, zoti Mesur. Apo nuk na mbajnë lotë, mo na treti valli për vendin të temë, mora man. Qetësoj vetëm tash, zoti Mesur, qetësoj. Se paku tani... Vetëm do shka e qupës në me qetësoftë. Falë, po, s'ka ditë që s'qanë për Shqipërinë. Moj qupë ka raste edhe 2 herë dë ditë. O, zoti Mesur, po ju lutem, beni në një ditë pushim në javë. No pushim! As një ditë të pushim po që fjalla për vendin të temë. Se kini të drejtë ju se jetoni atje të Shqipëri. Pa ardhi jeto këtu të Amerikës, jetoj unë edhe të shikosh. Shumë më shqetove këmë e qupë, ma prishi të rezinë, tani më duhet të qetësohem do në gjysë more. Ja, këtu do shtrijem, bi trup në qupkës. Po, më të rej që era e vendit të temë, mora ma. Zoti Mesur, me oreksin si e, zoti Mesur? Me oreksin si e? Me oreksin po të pyet jali si e. Për qëfar oreksi ke lafin me qupkës? Po oreksi për të ngrënë, për të ushqyer. O merja mund me oreksin? Unë këtu da Amerikë që ka lafit një vich dë ditë. Një vich në ditë? Po, ka të tjerë që ka lafitin 2. Eshte e kurani me në kulasit, a i që ka lafit 3. Të për, ti ke qef të rishtu da Amerikë të më që ka lafit një vich këtë votë këllmaj? E po që ke dhjamë, zoti Mesur? Nga dhjama, dhjami dë kokë edhe dë grokë. Më falni, po mirë, një vich në ditë, sa të si është e mundur? Po për vich, kështu për flamur me së të gjenjën Mesuri. Në qo se ju kujtohet, zoti Mesur, nga cila krajinë e Shqipërisë jeni? Ba, nuk e dini nga jam unë? Jo, se dim. Po unë jam Gaj Devolli, more. Kini dëgjuar juve për Devollë? Po si s'kemi dëgjuar, ne kemi qenë me shërbim disa herë në Devollë. Pas keni qenë me shërbim të Devollë? Po thuam një bresi e kam Devollë se me lojt t'i mendja? Si nuse me tela i ke. Bile kote fundit janë bërë shumë investimi, janë ndërtuar një 7-8 palate 2 katësh. Edhe natër e disi duke si qytet evropian. Shumë mu bë ka qeti, shumë mu bë ka se, kur është Devollë i mirë, po dhe unë mirë jam të dë New Yorkut, po këtu ngorë qa për tër jetën, do me the. Po, vetëm ka pak baltë. Dhe ndoshta ju mund të bëri diçka për Devollë. Po lipset me qupë që Devolli të ketë baltë. Pa me thuaj mua ti, ku është balta me embël se mjalta? Në Devollë. No dë Devollë. Do dën time, dhe ka të dytë. No dë? Sa erë që më marë mali për Devollë, në gjitën dhe ka të dytë, atje kam një 15 torba me dhepe Devolli edhe një 7 ejbe. Në gjitëm atje lartë dhe filloj shgërrehen dhe dhejnë Devollit. Pastaj marrë dhe filloj bëj top ka pe barë. Tretemi te.
I mbush gjepkat me dhepe devolli e ju bie njerëzve në për New York. E ka mbushur New York të top ka devolli. Po, me kulas në mos je kap. Po dobranin me më thoni? Po babanin. Bejnë akoma qyfyra ata të babanit si që banin që ma pe? Bejnë. Po ju vetë nga jeni? Nga cili fshat? Nga jam unë me qëpë? Po mua më të përste? Unë jam nga Ponqinqare. Ponqare? Nga Ponqare, po nga Ponqare. Po si e kam Ponqare? Ke njeri në Ponqare? Po kam një duni për embesa, po s'po bëm të gjallë. E po me siguri kanë merak mos ju kërkosh pronat për andaj. Ke bën gja mesuri atë? Ore, djallë, se bën mesuri, po e bën ligja këtu të Amerikë. Dhe mua arriti ma dha ligja, i vura uçkat edhe për mblora. Ore, zoti mesur. Urdhra. Në një investim ande nga neve, në një kapitalin që dispononi, a mund të afrojeni? Çuar investimi e këllafin tja? Kapitalin? Më falë. Kush e oqë i qupë këmë pek te? Unë e oqë. Atere investim s'ka. Ka vetëm premtim. Ape ka merën? Ape ka merën. Si urdhron. Do t'u thoni shqiptarve dhe Shqipëri të mos kenë frikë, se kanë mesure Ponqarës mundë Amerikë. Bravo, zotë mesur, tani falemderit, ma jepni pak shantën të lutem? Ne do të largohemi tani, sepse kemi rrugë shumë të gjatë për të bërë, do të na falni ju. Ku do shkoni me çupë? Po të kishin ndenjur? Jo, falemderit. Ta kishin ngrënë nga i kapçat për bukë? Kemi rrugë shumë të gjatë, nuk në pret koha. Po dëgjoj, do t'u thoni të tërë shqiptarëve të Shqipërisë që kalojnë dhe për New York, kur të kalojnë ta nga i kapçat për bukë. Është e pamundur zoti mesur, sepse drejta çdo shqiptari këtu te ju i shkon 1 milion. A që veta? E po, ligja është kogëdhet Amerikë, taksa të mëdha, çupë. Po para se ti do ta merr një zaft nga mesurka. Jo, faleminderit. Të lutem, mos na vë në pozicion. Merre më pi. Faleminderit. Të kishe ndajur me çupë. Jo, do të bësh mirë edhe. Të lutem, zoti mesur. Po të kthe mendja, këtu jam unë. Po kish ndajur kjo çupa, mirë do ti. Është vetëm ja gjë që i morr, urdhro, hap. Mamkë, flok. Këtë tu flesh shkullin nga trupi im, a manet të ma idhni arave të Ponqarës. Përmendim qytetin e Vlorës, gjithmonë kujtojmë edhe parodistët e saj, të cilët janë bërë tepër të dashur për telespektatorin tonë. Sot ne kemi zgjedhur për ju Muhamet Likën dhe monologun Jarani, dhe menjëherë më pas do të vi qyteti i Durrësit me Aishe Starin dhe tregimin Na ishte një herë. Pastaj do të kalojmë në qytetin e Shkodrës, sepse kemi zgjedhur një këngë popullore shkodrane. Më çmendi kjo njerë ka mua. Një më dyje më thot psikopat. Pse jam psikopat? Apo se ngrim që në mëngjes bëj punë të shtëpisë, laj enët, bëj gjellën, shi shtëpinë, marr plurat, laj rrobat. Se asaj unë ja laj edhe ato skutiqet. Po s'ka faj ajo, faj ma ka babi mua. Se i thash, o bar, mos e merr këtë se kjo ka mendje për të lyer e për të ngjyrë. Do na tërheqi për undë i thash. Jo tha babi se jemi race e zgjuarni. Do ta lidhim më tha mua. Me çfarë do ta lidhim thashu? Me fyri Spanjë. Po ku pyet ajo që pudhe fyri Spanjën? Ngrihet që në mëngjes pispilloset mire më thot mua. Psikopat, po iki un po vete te një shoqe. Kur ikën njerka ikën me buzkuqe. Kur vjen avje pa buzkuqe. Që brit kuqe e buzve ajo e pasaj më thot mua psikopat ajo, Një dis më durua dhe i thash, po ti moj lumade ke argjua një ma une me të kuq buzës, që e bëndi? Rjo psikopat më tha mua se isha në një vaki, tha. Se edhe babin ajo nisi për gërqi. Tundu i tha, se të gjitha shoqet e mi janë veshur me stërqe, europianqe, kurse unë e va frangela me baba qemon, tha. Edhe i ku babi. Edhe vizën ajo ja gjeti me imikun e saj që ka në Tiranë. Mas janë një muaj nga dërgoj një pako babi neve. Psikopat, mos e prek tha njerka, se është pratë mikun e vizës, tha. Kur erdi miku i vizës, merte pakon e jaj. Unë sa e pash, i thash njerkës, mos ta fshin këtë kushte e buzve tyja. Rjo psikopat më tha mua, ky është debil. Dëgjo, ky është ai miku i vizës, tha, është Ariani. Jarani, thash unë. Atë natë Jarani në ndënjë dhe për dark neve do feston dhe pakon e babit Jarani. Ngri piu mire mira jes, lëvisë ravëndja ja ty. O Jarani thashun po ti ungope tani, pse nuk ikën ti? A i bënde si deuraj, dua pilav.
Shne Jarani do pilaf mbas buke. Jaran, do pilafti, po pse mua do ma shkiste a jemi ratë e zgjuane. E unë zbëra, rëmbeva njerëkën për dore, u futëm dy në avëm e gjumit. Bylla derën a brënda qelësi në gjepe, bja si kur flia unë. Kur dëgjoj natën Jarani në guzhina unë. Këte a njerëka. Jepi sinjalet ata, po pse mua do ma shkisin ata, jemi ratë e zgjuane. Kur u ngritu në mëngjes, shikoj Jaranin me sytë të skurdulluar, po më shikon të mua gjithi natë, edhe unë janë ngullat sytë, javë. Qa këtë debil, pse më shikon, tha mua. Jo, debil je zotrote, i thashu, po mbrëmishe pa sytë kushti, sot se e këdir me sytë kush. Apo doj edhe pilafti, Jaran. Lor debil më tha mua, unë s'kam fjetu mbrëm tërnatën ka menduar për ty, do të gje një vizë e të qoj të punosht e babi në gërqim, tha mua. O Jarani, thashu, po ti pse nuk i gje një vizë guras të net, punoj me babin tim në gërqi, thashu. Ej, doj Jarani, ti e tamam debil më tha mua. Jo, debil je zotrote, i thashu. Dëgjoj Jarani, do të tregoj një gjagjës, do të zhvilloj qik na truc edhe ti e ti cofre, thashu. Pa më tha mua. Dëgjoj Jarani, thashu, po e gjete sa bën 1, edhe 2, edhe 5, edhe 9. 17, se gjete, i thashu, bën 1. Se nga e diti që bën 1, tha. E po kemi një qift, e një krevat dopjo, edhe 5 minuta dashuri, edhe 9 muaj të lidhja jo gruja, na bën 1 fëmi. U tërpua fare Jarani. Dëgjo si ko pat më tha mua. Po ti do t'a gjesh gjëzën time, tha. U në vënd Jaran, thashu, pa. Mori 5 vez Jarani dhe i vurin tavolin. Pa na inda i to 5 vez, më tha mua. Në mënyrë të barabartë, tha. U në vënd, thashu Jaran. Urdo zotrote i koqeve, 2, 4, ja dhe unë i koqeve, 2 kam 3. Njerga i s'ka fare të mari këto 3 që në mbet. Ja u bëndë 3 na 3 koqeve. Jaran, zotrote kërkoj e pilafin, po ne të vëm qulafin. Unë jam një nga ata që kam shku katë. Unë kam shku katë që kur kam lere. Pa më shumë vje kej se mu më shkoj katë 3 kanqi. Rinia, fuqia në bukuria. Shok të tritë e soqëm sot, edhe më në të kujtoj rinin teme. Ke pati që s'më kujtojt asë gjo? Ma i mend që dikur kam qenë shkollë, në jeta ime ishte shpi, shkollë, shkollë, shpi. Maroj shkolla, filloj puna, jeta vazhdoj. Shpi, pun, shpi. Edhe në i dit djele që kishin pushim, vend që tunë shkunsha shpin me themel, me oda, guzhinë, salon, tunë shkunsha nërmarjen me aksion. Kurse sot shafta të rritë, sot shetisin me dhe veturash, me motorë. Mërë po ka ndoj lokale, disko, mërë po ka lokale dite e natë, zhvillojnë doj parada, mode, që të the mërgjiq. I shaf që vishën me dhe gjinsash, me shina, me dhe thekësh e ripatina, që nga kama e derke kapina. Këto gocët e reja kam qif kër i shaf, vesh me maxi, me mini, më të ngushtat gjana, po ti mushet menja, dalin dhe si ka nona. Kujtati herndurës, një shkret, deshi me bo një pardësy si mas qif fit vet, e qepit zes, me ca tegela, me ca përqina, ke pati që e hojtjen qunit pardësyn nga shpina, dhe lanë me o drill gjithë dimnin si gjeli i detit, se pardësyn ja varen për moster atje mes qytetit. Kështu që shkoj Rimia. Bashk me Rimin hiku dhe fuqia, se dolan punë. Puna donë të para dite mas dite, në fshatë dhe në qytet, në gjdo vepër, në gjdo aksion, nga konis poli e dirë në vërmosh, e për të ushqyna me lugën bësh. Dhe të ushti mëson ka ti ishe se ty për punën që ke botë e njefe gjithë Shqipnia. E di që më njefe gjithë Shqipnia. Po ke pati që halas pa në njefë qeveria? Do të njove. E kështu që me Rinin shkoj katë në fuqia. Pa e që më pikon ma shumë në zemër, erse mu më shkoj katë bukuria. Thonë, tash me thonë me kam. Se unë pas kem qenë e bukur. Nuk e di, veç se kam pas vure, që kur disha u rrugës, në gjojsha ca vërshëllima nga qunat fshiu, ose më gjushin me batuta. Shishi, po kalon minarja, se unë në atëherë isha e gjatë, dhe shumë elegante. Kurse për një shoqën te me thoshin, shishi, po kalon fabrika qumshit,
Sa ishte më shkurtën dhe shnor, sidomos nga mesi e sipër. Për lezetin më të madh unë atëherë kisha kur na gjyshin kështu me lule. Unë kisha fatë se më gjyshin kështu me goxhe, karafili, trënafila, kurse asaj fabrikës qumshit i gjujtë një herë me i garroç komplet. E kështu ti e gjithë, ç'fitova nga bukuria ime? Asgjë, vetëm burrin. As si gazet nuk shkrujti për mu, as si rjesht. Lemë radio, televizori që s'folën fare për mu. E në një letër dashnie që më qojti njëherë një shokë imi klasës, e kishe bo gjithë gabime ortografike. Se në vend që të më shkruan të dashuroj, e kishe bo të dashuroj. Edhe im shoq që hoqit zitë udhinit për me marë, natë në partë martesës më thënja 2-3 herë në vesh, sa e bukurie, ne kaq. E pat bukuria ime. Kurse sot, o sot shbohet për bukuri. Zhvillohen lloj konkursesh, lloj, ç'to të them. Të ishon sot e re, me bukurinë që kam pas, e me rininë, me fuqinë. Unë do kisha marrë pjesë në këta konkurset, misat që bën, se bën Miss Mhalla, Miss Shkalla, Miss Qyteti, Miss Bregdeti, Miss Evropa, Miss Bota. Thonë se së shpeti të bëtë dhe Miss Universi. Po t'ishe bo Miss Albania në kohën kur unë ishe re, po Miss i parë shqiptar, nuk dhe ishte Valbona Selimllari, po kjo këtu, a ishe stari. Lushnja dhe humori saj do t'jenë në këto momente në ekranin tuaj të nderuar teleshikues. Është një material që titullohet Martesa. Me njërën basti do të ndiqni një grup grimcash humoristike. Hajde shok, krisni. Le të marri kjo shoqe. Ju nuk e merrni ju më parë? Në asnjë mënyrë. Radhën e keni ju? Po ju erdhët para me. Ju lutem... Moj, shoqe. Ore shok, keni ndërmend të blini ju apo në mos i lini radhën të tjerëve? Merrni ju. Para jush, ba, kurrën e kurrës. Hej, belaç na gjeni. Ju lutem... Unë ju lutem juve. Çfarë do blini? 1 kile kunguj. Interesant. Edhe unë 1 kile kunguj. Kungull ka mbetër vetëm 1 kilogram. Kush do ta marr nga ju të dy? Shoqja, pa dyshim. Jo në asnjë mënyrë. Merreni dhe ndajeni për gjysmë. Hajde shok, hajde, leri radhën të tjerëve të shi. Ndoshta kungujt i duaj më tepër juve. Mbajeni për vete. Jo. Po. Jo. Po. Të paktën merrni gjysmën. Mi jepni me gjithë zemër? Edhe zemrën, edhe kungujt. Mirupafshim. Mirupafshim. Pra, ju e keni vendosur të lidheni martesë me njëri tjetrin, a? Po. Si quhen ju? Trifon Rasa. E gëzofsh. Po juve? Burbuqe Ferra. E gëzofsh. Respekti dhe harmonia duhet të jenë reciprok në ana e të dy bashkëshortëve. Po. A mendoni se nga lidhja e kësaj martese do të lindë një familje shëndosh dhe e lumtur? Po. Pra, ju shoku Trifon, e pranoni për bashkëshorte shoqe Burbuqe? Po. Firmose e në qikë. Edhe ju shoqja Burbuqe, e pranoni për bashkëshorte shokun Trifon? Po. Firmose e qikë. Trashgojnë. Afroni dëshmitarët.
Se burbujtja e kishe emrin ti? Nuk të pëlqen? Shumë. Kurse ti qysh sot e tutje do të më thresësh buqe. Buqe? Kurse ti do të më thrasësh foni. Ma fut krahur. Tani jemi burrë e grua. Si të duket martesa, buqe? Sa kollaj! Qysa të ditë kur të njoha në dyqanin e fruta zarzavateve, jeta ime ndryshoj. Edhe imja. A të shkon të ndërmend se do të merje për burë një njeri si unë? Ti nuk të besohet, po unë fytyrën të ndeja ta ham kështu. Me këta si ky ballë, me këtë hund. E kam pa në ëndër që në moshën 3 vjeqe. Interesant. Çfarë? Shkene gishtin. Të vrama? Ska gjë shpirt. Më falë, o zemër. Toni, më dashuron? Sa qielli. Po ti buqe? Sa oqeani. Ja e lash. Hajde, të shkojmë atje. Ku? Te ka i bank. Shkoj. Hajde. Sa kohë keni martuar juve? U bën plot 13 ditë. Edhe kaq shpejt, ha? Shoku gjykatës, po ju a përsëris. Jeta jonë bashkëshortore është bërë e padurueshme. Unë nuk e dua atë. Jo vetëm nuk e dua, po unë e urrej me shpirt. Po juve, shoqe? Unë e urrej akoma më shumë. Me këtë njeri nuk mund të rroj as një minutë më tej. Edhe në atë padi, edhe sot ju akoma nuk keni thënë se cili është shkaku. Shkaku që ju shtyn të bëni zgjidhjen e martesës. Shkaku? Shkaku? Erdha që të falenderoj. Po pse? Sa po piva tek ti 2 gota verë. Ju boft mirë. Dole jashtë, hipa në maqinë, kontrolli përpara. Po më nej. Më vendosi pipi në gojë. Pipi s'tregoj asnjë gram alkool. Duket se I paske hellur ujë. Na për të mirën tuaj po mundohemi. Do të mirë, jo? Mirë, edhe më pëlqen. Vazhdoj. Titri! Si e keni emrin e Pëllum Skifteri, mund ta pyesëm? Pëllum, kush është kryeqyteti I Italisë? Po, kryeqyteti? Roma. Bravo, shumë mirë. Shok, keni ju ndonjë pyetje? U përgjigj? Po. Po mirë, mund ta thoni ju djalosh se cili është kryeqyteti I Parisit, I Francës? Parisi. Shumë mirë. Shkoni. Ditë mirë. A ka njëri tjetër për jashtë? Është dhe Suzana Shkëmbi. Thuaj që. Në rregull. Të fale babaj. Të fale paç. Suzana Shkëmbi. Mos është e bie Drini Shkëmbi kjo? Dora vet. Ja disaj nuk bëre të fejtoni në hosteni. Pyetini ju që mos dalu. Super. Të vi Suzana Shkëmbi. Mirë ditë. Mirë ditë, vajzë. Jeni përgatitur, vajzë? Patjetër. Ato do ta shohim tani. Kush është kryeqyteti I Paraguajit? Asuncion.
Po mirë, a mund na thoni juve vajzë se cili është kryeqyteti I Nicaraguas? Po si, Managua. Kush është kryeqyteti I Japonisë, vajzë? Tokyo. Sa milion banor ka? 11.628.000 banor. Na thuaj emrat e banorëve të Tokios. Do t'i marrem? Hajde. Drek në mirë. Hajde, do t'japi këtë kërkesë, hajde. Kom rrogën, hajde. Hamër ma shqyqyrë. Vetëm I kërkesë kom. Muhabet politikën të vërin, nuk ka. Jo gazetat, jo parlamenti, ha? Në regull, më bërë. Në regull? Në regull. Nëse s'mashti? Pa hecë se mush gotën në kisi, pa mush. Në gjohë, se më kujtu. Kush hap muhabet politikën të vërin, pa ku të vërin. Në regull? Në regull, më bërë. Qe, u prej. Që të më thush? Ora drejtorin ty. Që u zonë me drejtorin? Ma ke ka zonë, dhe të herë ma ke thotë më bet. Ke më bet edhe? Pa të mberat, albita tjetë. Që janë shkenë më bitit. Pa, më bërë, ma ke thonë edhe, ke më bet jetë të tri. Ore, si ma theti mund fillim kur mullin të vëllin që ma betim theti mund? Mua bet politike s'ka në vëllin. Ska? Ja. Kush flet? Pagu pare. Sa pare mund të haqohen këtë të vëllin sote? 1.500, 2.000 lek. 2.000 lek? Po. Që lare dy? 5.000 lek. Ma për do flas, se pa përcas. Të lutem, më thuaj një fjallë të vetme. Pa marrë të lutem, më thuaj një fjallë të vetme. Qfar do të të bje në gjunjë? Aman, thuam një fjallë, edhe unë do t'jem një ju me lumë të në botë. Idiot. Një ditë shkon Lulashin dhe lipoj me ula edhe kërkon një shokun I tij prej qytetit. Hej, thët, sa mirë që gjeta, qa hosha me ta gjetë kabinen. Mirë është, thët. Unë thët, du me fjetë samtet e ju. Marë shibartë, mënë. I shtroj një dyshek plazhit. Këta harrojnë se dysheku kishte ka një shpum. Ma si, merë me sjetë Lulashi, te vona fillon e që fryhet dysheku. Hët qohet Lulashi të nënshëm, e kap dyshekun. Shtërgong Lula se edhe ka ta vjedhin leshin. Hello, zotri. Hello. Qelcat. Zotri, keni me paguar $100. Po pse ka shumë për një natë, zotri? $20 për dhomën, $20 për banjën alla turka. Po unë nuk jam lë asnjëherë te. Se do me di gjatë, të e ke pas. $20 për ashensorin. Po më vjen shumë keq, unë jam njët në për shkalla në kom. S'do me di gjatë, të e ke pas. $20 për veturin. Po unë se kam marrë veturën asnjëherë. S'do me di gjatë, të e ke pas. Ti më nëjë do të pagush edhe $100 gjop. Po për çfarë, zotri? Keni dash me më kap grun. Më vjen shumë keq, unë gruan tuaj se kam kap. S'do me di gjatë, aty e ke pas. Nuk mund të rim pa përmendur edhe sot dy trupa estrade që kanë lënë gjurmë në humorin shqiptar. Bëhet fjalë për atë të Tiranës dhe të Fierit. Ju ftojmë që të ndiqni dy materiale. I pari është interpretuar nga Vaso Vangjeli dhe Rita Lati, ndërsa tjetri titullohet Rexhua ka thirrur rojët dhe interpretohet nga trupa e mirënjohur e estradës së Fierit. Me buzën e bardhë afrosh nga do, pacientit I qesh I gëzuar. Sa here përmendi me fjallën spiton, kur letën vendojnë të trishtuar. Ti pare të marrësh pa tjetër vëlla, dhe hale mos pas shkur në jetë.
të paktën të marrësh te robi që ka. Ne me si blejme dhe brete, ti pare të marrësh vëllamo të jetë, por thonë se spitali s'mer pare, na thuaj sa jemi akoma në jetë. Se ne po qmendemi fare. Doktor Roxhan, me ndjenja fisnike, me zemrën e ardhe me vlerë, me njërën dorë ti na je tjetër, me tjetër shpirtin na merë, me njërën dorë ti na je tjetër, me tjetër paret na merë. Me bluzën e zezë afrohesh nga dalë, po ti çfarë kërkon, mori uruash? Po e mëroja nuk le me him spital, se gjobën mojzoj s'ke pague. Një mishen e dhashë kur mora pak gjak, 2 mishen e deshin fermieri, 100 mishes doktori si furi ka fat, Tesh gjop në vetë dhe portieri, dhe ikin, dhe ikin, dhe ikin parat, dhe terdhen si ujë i glinës, të flisja se tia se tu eshin prap, vet analize urinës, dhe ikin, dhe ikin, dhe ikin parat, dhe terdhen si ujë i glinës, të flisja se tia se tu eshin prap. Analize urinës. Pes fustane unë, se reve, e bukur jam. Tua të kënaq, o shpirtin, por ti e di mirë, para nuk kam. Shpirti dashti, më su mërti se pa roba jemi, ti dhe unë. Në dyqan me sot, ti po të hysh 100.000 nga gjot, për një kostum. Eja i dashur, të them një fjall, një fjall që shpirtin ta e qetsoj, se smeti vajt, e smeti djall, që firma gapi. Gapi? Se kompleto. Raci! Brita! Robe ti kemi inglese, Capelli giapponesi, roba bagni italiane, sembrano e kemi cigane, sto festone io fruzzese, scianate uladese. nuk në trem në borrashiu. Jemi razze fortargjiu, hajde me raggio, raggio capelli. Hajde me një skjeti papara, Rofte qofto ragg cavalieri, Ecke gabi, rofte firmoj argji, të dirët nga gjithë bota. Mota funit bukuri, Ecke gabi, gravu mi edhe plej, tu vishet gjithë muhalja. Vitu mi 1000 lek, hajde me raggio, raggio capelli. Hajde me një skjeti papara, Rofte qofto ragg cavalieri, Ecke gabi, rofte firmoj argji, të dirët nga gjithë bota. Mota funit bukuri, Ecke gabi, grafu mi edhe plej, tu vishet gjithë muhalja. Vitu mi 1000 lek.
Peti, të kërkon Regjua të postani. Këshini e shok. Hajde, Peti. Akoma s'ka arë përgjeshje? Ja, po e presim vije, Peti. Po pse në ka thirrur xham? Do të vije, do të në e thot. Me s'poshon e paska me ne eroje, thot. E po përgjeshje të mledh kur të donjaj? Përgjeshje i ri, hugja të reja. Po qka me ne erojet kjo? Ne s'prodhojmë gjë. Letë shoar prodhimet aty. Po pat e mjell, ha buk. E po mjellin bëhet në thes. E po që thes i shpua të ruat mjellit ty. Mere kjo. Lere nuk më shkon sot. E që ta pa qëllafin e Peti, përgjeshje është përgjeshje se të kërkon e sap. Por e hesh sap le të kërkoj, po vetëm mos bras. Më ke 2 fishek borxhe, Peti. Këtu jemi të jap. Lera qifte në, o baske. Jore, po do t'i marr fishek këtu, se nuk kujtojt ju. Do t'i jap vetë tash, laf, po lere qifte në vend tash. Ore, po pse sapet që, Peti? Na është bllokuar. Ha ta shpije sot, ta shpije nesër, s'po mbet ballë. Ka shumë që të zblokuar? Ka një 4-5 vjetë. Po fishek të mi që deshet ti? Për gja, për qifte time. Kjo është e kooperativës. Lere, o bask. Po lere se nuk ka shkit do tani po thëmë. Kam provuar burra më zot nga ty nuk ka shkisin, po lere qifte më dash. Po që mban kotën supri? Qa ku vendon o kju? Po rri roja natën pa qifte? Po ti me mirë mba një hu. Ajo s'të bën pun. Pun? Po pse shpun ka me tonë? Ja, s'ke si e zbras. E pse ta zbrasun Allah? Po këtu jemi tërë tanë, do kju tanët. Po kundër tanët ta zbrasun e? Si keni qenë shok? Mirë përgjegjes, ty po të presim. E dini pse ju kam bledhur? Po do të na e thuashe, do ta marrim vesh. Kontrolli që u bën në nxorrim me turp. Ka shpërdorime, pa kujdesi. E pse të mos e themi troq. Janë vjedhur edhe prodhime. Po ta zam demin nga prirët. Juve ju kemi roje. Edhe roje duhet të ruajnë. Ore Kiu, ti pse ishe se me brigadierën? Se nuk lash ata të brigatës e saj, të vinin e të mirin farën. Nuk ishte këthir akoma. O të vinin e ta mirin që në dark, o të vinin me brigadierën krye. Ashtu? Aty brigadierën nuk kishe, me kazinerën nuk kishe. Po regullojnë që të mbata, po. Ajo mu vërsul me callafe, më tha dhe burokrat. Po ti? Unë burokrat nuk e durova dot. E i thash më marrë pleshtat. Pastaj? Asgje, më mori pleshtat. Ke bërë mirë? Më rrofsh. Po ti e vaske? Kurdo, si ke punë ti? Për bukuri. Ruaj bostanin unë. Natën s'ka rrë njeri bostan mua. Nuk leon të më rrë njeri bostan natën, se po e mërtheva unë e procedojnë në vend e procedojnë. Po ditën? Që kush guxon të rrë natën e qysh të rrë ditën e? Po atje te qeshta i pirk me thela për gjysmura e me shalqim pas zemra. Ku, ato atje matane? Nuk janë vjedhur ato. Kush e ka bërë atë atje? Po kush livadhis këtu xhanëm? Na shi mëzure ngushta shoku Regja, po i do me emrat i kështu apo? Pse e ke zort? Shizor nuk e kamer jo, po janë shok të mira, pasa do thonë që shkoj unë ku ati gjy. Dje ishte agronomi kooperativës, me 2 shok nga qyteti. Agronomi po agronomi, po ja. Ku agronomi e ku vaska? Mos e unë vetën tjore, për para regullove jemi të tërë njësoj. Tjetër. Por dje ishte shefi llogaris, me i shok edhe i. Shefi po shef, erdhën e rimostant ata. Rimostant ata dhe tak, futën 2 shalqinj. Edhe i peshuan. I peshuan ata. Nuk u besojnë syve. I qanë, u besuan. I hengra në të pastaj. Pastaj shifë buzë dhe ikën. Po ti? Unë nuk hengra. Unë ruanja. Ruanja. Qa ruanja ti? Ruanja mos futë që njeri bostan. Pa ta kishin hyrë ti ruanja mos tynin. Dëgjoj këtu vaske. Atë detyrin që thua, e diti apo jo? Na shi, atë detyrën ai shefi llogaris na i ka bërë të qartë në shoku Regja. Unë për vefte jam krye detyrë son. Nuk la unë njerit më rrinë natë bostan, se po e mërtheva unë e procedojnë, në vend e procedojnë. Miro vaska mirë. Do të thrasë një herë tjetër tok me ta. Si urdhon, kur duaç? Ndishe një herë shoku Regja, po unë du han spi. Po do ndes muhabetin. Ti Peti, pse nuk e kryen detyrën ti? Va shoku përgjegjes mo brit e mo rëmbe. Ç'të mos rëmbehem? Ti la frontin e punës. Ti bën të mira me mallë kooperativës? Ti fle me sy hapur. Shoku përgjegjes, unë fle me sy hapur? Po mbyllur hapur s'ka rëndësi pa për të fjetur fle. Të lutem shumë shoku përgjegjes mo më mbrit, se unë prepotencën nuk e doroj dot. Për kërkuar llogari kërko po më brit. Marrëdhëniet kuadërmas i di edhe foshnja në gjithë seme se unë. Mor po kërkesha e llogaris i mobilizon njerëzit të kryejnë detyrat mirë. Po jo kështu e? Maro unë s'po për tas. Po si do ti të flasim ne? Ka norma? Le të jesh përgjegjës. Bëj normë në përgjegjës.
Flasim shtruar. Të pëlqen kështu? Kështu po. Se marrëdhënia me njerëzit është artë më vete. Urdhoj e fol. Përgjigju. Atë kanë zënë duke fjetur. Të lutem shumë, shoku përgjegjës të thash edhe njëherë mua më mbrit, se unë ofendojmë, e kështu nuk përgjigju më. Ore jep gjevap tani. Po jo, kiu, se me njerëz me cipë, roje përgjegjës halka janë të tëra. Unë halk, e përgjegjës halk. Kemi detyra, po kemi të drejtë, më po unë kam të drejtë të kërkoj të më flasin se njëri, ja kështu ja. Nuk ruhet prana për bashkët kur mulon syt me gazetë. Përgjigju aty, të zona po janë gjumë. Jo, banja sigur frinja. Kam taktikën time unë. O taktikë e shpifur, ore. Po me atë taktikën tënde brenda javës, kalamajt edhe baktit dëmtuan 100 fidane. Po ti e kiu ç'patë ti? Nisën e ti të brashta si? Edhe kiun po e nxjerr propotent. Pa is po ta bën kritikën nga lart. Jo, ky e bën kritikën paralele, roje për roje. Po le të flas me qetu valla. Po si ore nuk të erdhi keq për ato 100 fidanet, he? Të lejon aty burri nderuar? Ere i nderuar të thash. Që gjithë fshati ka besim që edhe ngritur. Edhe ngritur goxha. Që të ka parë në shije, në furtune, me qifte në kratë ka pare. I gatshim që për pronën e përbashkët të i nesh në zjarë. Në zjarë, ola? Flak! Në flak, ola? Pare në flak! Ore, mos pa bërtas edhe unë si përgjesi kështu? Jo, ti e ke mirë, ore. Kush i paguan ato 100 fidanet, e? Ja, filloj e prapti. Morë, po unë nuk duroj të më bras njëri këtuar. Po e ti bërtitjen e duron, por nuk duron të të kërkojnë llogari. Kush e ka shkundrat pjeshkën te qoshe kanalit? Afër shtëpisë llaqit atij elementi parazit. Nuk e di. Pse ha e pi me llaqin në orar të punës? E po ti me mua pas ke tendenca. Edhe unë kështu nuk përgjigjem. Më mbrit po them. Të bërtasi çka me ta të bërtas? Ti kërcen më shumë. A peti do të kërcejë shoku përgjegjës tim më mërzit se gomari në mojë ngito të gjoj palmën. A se peti ka të drejtë? Syrin e mban tër ditën në çifte ai. A mos kesh ti. Se po i dolli vjedhsi përpara, ai ja mbushi breket me sashma. Po shti bëja i shkretjer. Ata i vjedhin nga pas. Edhe ky është maskrallak. Peti ka të drejtë. Iu. Po më bëri të kju se kemi qerë dhe në afre do nësë gjosh kalamajtër. Po sharti aty. Ai me se djate thot më prit. Të kanë marrë kumla. Ma më prit. Qelshi. Po më prit. Moll. Ma prit are. Je i pezulluar. Urdhë? Je i pezulluar. Nuk dëgjova gjë kafshëm. E nuk dua të përtas. Do ta dëgjosh. Iki më shok se kemi punë. Çe kjo kështu vaska? Pa hoqin detyrën e pa të britur hiç. Pa britur? Pa i këtë radhë më shurdoj fare. Po dale se ka rregulla, pa ka qortime, ka unja kategoria, po ka kod pune. Na petina. Le që ty ta hoqin detyrën. Le që qojnë bllokuar është, merren është. Të britur që më bëri orgjava apo jo.